Asgjë. Të paktën kësaj here nuk janë duke u trembur nga asgjë. Pra, kanë hequr çdo lloj cipe morale. Ja ti marri me radhë. Të marri me radhë nga sjellja politike e post zgjedhjet 11 majit. Sigurisht që aty lindin gjitha impulset se përse do duhet bërë një reformë zgjedhore, apo jo? Po diskutojmë dhe sipas raporteve. Edhe sipas raporteve, po. Ne kemi përjetuar që ndodhi në 11 maj, dim rezultatin. Ato raporte nuk japin aq shumë ndjesi sa që ne përjetuam gjithë, si votues apo si kandidat. A filloj me radhë? Ke një deformim të madh të rezultatit, shifrave. Partia Socialiste, me të gjitha vjedhjet e mundshme, me administratën, me patronazhistët, me gjithçka të mundshme, mori 52.29% vot popullore. Logjika do që në parlament të kishin 52.29, hajtë po ta quaj 53, që do thotë 74, maksimumi 75 deputet. Ka 83. Pra ka marrë diku të 8 deri në 9 mandate që nuk janë të vetat. Në tavolinë, pra. Para kjo. Partia Demokratike, me 32 pik pak %, do duhet kishte marrë mandate 27, 28 në rastin më të mirë. Ka 50, ka 2 mandate më tepër. Partit të reja, diku ke 170.000, s'po fus partinë e të mdoshit, dhe që t'jem fare kështu korrekt. Sa kanë marrë? 2 njëra, 4. Ndërkohë që do të kishin marrë gjithë këtë historinë, 9 që ka marrë PS-ja, 2 që ka marrë PD-ja, pra 11, pra deri 12 mandate, unë kam bërë shpesh këtë deformimin e madh të rezultatit, do duhet ishte shpërndarë partive të tjera. Pra një element që s'ka nevojë as për komente, s'ka nevojë as për hamendësime, e me radhë. Dhe nga kjo gjë, ky është impulsi më i madh se përse do duhet ndryshuar sistemi zgjedhor. Ndërkohë vazhdojmë edhe me pjesën tjetër, të jemi të qartë. Njëri kraj politikës, ai opozitar pretendoi që nuk e njoh sistemin. Mirë, shumë mirë, qëndrim politik. Me drejt pa drejt s'ka rëndësi. Nuk e njoh sistemin. Po çfarë ndodhi? Të mos njohësh sistemin do thuat që të mos kesh asnjë lloj marrëveshje pazari me pushtetin. U pranua parlamenti, u pranua rregulloria, u pranua dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore. Ulën së bashku, po. Dhe që ta bëjmë konkrete, Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk është gjë tjetër veç se një raport, po thuaj se deri individual, midis 2 njerëzve. Dhe kjo tregon shumë për qëndrimin politik të dyja palëve. Rama Berisha, po thuaj. Rama Berisha, që do të thotë janë në të njëjtën gjatësi vale si këtu e një vit më parë, kur në korrik vitit kaluar bën këtë sistem së bashku, pa u fshehur fare, dhe do të vazhdojnë përsëri të bëjnë të njëjtën gjë. Ndërkohë, ato të cilat janë nevojat më të rëndësishme të zgjedhësve shqiptar, askush nuk i adreson deri tani të paktën. Nuk bëhet një proces i rregullt, nuk bëhet një proces i ndershëm, nuk është i barabartë. Vota e shqiptarëve nuk është e lirë. Për këtë arsye, 2 që janë të pandehurit